Ajo që për momentin po ndodh në Maqedoni, në rajon nuk ka ndodhur që nga rënja e dënuesit serb Slobodan Milošević në vitin 2000, një kryetar shteti i hapur të mos i pranojë rezultatet e zgjedhjeve, shkruan Frankfurter Allgemeine Zeitung në numrin e sotëm me tekstin me titull Në konfuzionin e Shkupit, transmeton Deutsche Welle. Punëdhënësit mund të mos lejojnë mbajtjen e simboleve të dukshme fetare, politike dhe filozofike, vendosi Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Ky është vendimi i parë në lidhje me mbajtjen e shamive muslimane në vendin e punës. Shkak për këtë janë 2 rastet e pushimit nga puna të punonjësve në Belgjikë dhe Francë për shkak se kanë refuzuar të heqin shamin. 10 kandidat për policë sot nga Ministri i Punëve të Brendshme kërkuan sqarim se pse nuk u janë vazhduar kontratat, ndërkohë që në vendin e tyre janë pranuar kandidat të ri pa kontratë, por vetëm me aneks. Ata paralajmërojnë se nëse nuk zgjidhet problemi i tyre, atëherë do zgjedhin që atë ta bëjnë në rrugë ligjore.